Kardinali shqiptar Domernist Simon Troshani është rikthyer në kishën e Barbullushit, ku arrestua 62 vite më parë nga sigurimi i shtetit. Si në vizitat e tij në kishat e tjera, kardinali vetëm shqiptar ka drejtuar meshën, gjatë së cilës ai përcolli mesazhet e paqes, vëllazërisë dhe bashkëjetesës, si dhe rikthimin për të besuar në Zot. Nëse shkret janë të lodhën për pasurin, për gazashire, për fabrika përzina, çka është e mirë për njerëzimin, gjitha dhe të madhë. Por me gjitha, tjetë dashnia e mëshira, e njohtja fesë e dashnisë Krishtit, çdo njeriu i Koran i naltëzat arsyeën e ndërgjegjshëm. Arsyeja e ndërgjegjshme flasin gjithmonë për drejtimin e marrëdhënies, në pastërti, dashni vëllazore, në meshën shajtë, në të përshme. Kardinali i Kishës Katolike prej disa ditësh është në Shqipëri, ku po udhëheq meshët e shenjta në disa kisha të rëndësishme, duke nisur nga katedrali e Shën Shtjefanit për të vijuar në Rëshen e më pas edhe në atë të Barbullushit.